Një detaj interesant kë. Pastaj, quan një kompani që të pushtonte Durrësin. Zakonisht serbët, kur qonin një kompani për të pushtuar në qytet, objektivi tyre i parë ishte posta, telegrafa. Posta, telegrafa, këto pushtoheshin të para. Zakonisht si shbët në çdo pushtim, në çdo grup shteti. Pushtuan dhe Durrësin. Dhe ata në kujtimet e tyre thoshin që Tirana është qytet i qetë, i zhvilluar, domethënë me jetë gjallë, kishte një popullsi të madhe greke, 8.000 ishin ortodokë grekë. Kështu thonë, serbët në atë kohë. Për kë? Për Tiranën, Serb, këtu ngatronin ortodoksët si duket. Po, Tirana gjithsej 15 vete kishte në atë kohë, 12 sa kile. Vajte në Durrës edhe pushtuan Durrësin. Edhe atëherë çfarë bën? Një grup kalorësish serb shkuan në plazhin e Durrësit, me gjithë kuaj i futën në det. Futën në det, kur vajti uji deri tek koka e atyre kuajve, nxorën shpatat edhe bën kryqin në ujë. Edhe e bekuan detin dhe thanë, në emër të Serbisë po të bekojmë, ky është det serb. Atë keqë, Po, edhe ushtarët serb këndonin një këngë për Durrësin, Oti Lepo Draçe, Oti Durrësi i bukur. Dhe u vendosën atje, po në këtë kohë në Durrës mirë që s'dojën ndonjë macë ose të prisnin ndonjë qenë si shamanët indian. Po, në këtë kohë vendosën atje dhe filluan ngritjen e pushtetit ushtarak dhe civil. Edhe në Durrës zgjodhen kryetarën e bashkisë, ishte një Durasković, zgjodhen ata serbët. Ishte serb? Ishte banonte në Durrës, pa ishte me origjinë marazeze, më duket, Durasković, ishte lidhje e sa Toptanit, atë zgjodhen një hoxh, një prift, nuk kam dhe emrin atë kush aty. Kryo domethënë krahas pushtetit ushtarak, që ishte një oficer serb, unë dhe pushtetin civil vetëm në Durrës. Pastaj ngritën pushtetin lokal, ngritën edhe në Lezhë, edhe në Krujë, edhe në Tiranë. Në Tiranë ngritën pushtetin e tyre ata dhe filluan domethënë të kërkojnë dhe taksa bile, Me idenë kështu dhe ju thanë atyre që ne do jemi gjithmonë këtu, plus saj atë filluan të menin deklarata nga populli në Durrës, në Tiranë, që jemi dakord të bashkohemi me Serbinë. Që t'i përdorin në një konferencë ndërkombëtare. Dhe i qonin në konferencën e Londrës. Të njëjtën gjë që bën dhe grekat në jug, që merrin deklarata nga Përmeti, nga Delfina, nga banorët atje, që duhen bashkohemi me Greqinë. Ndërkohë vazhdonte rezistenca në Shkodër? Po, vazhdonte. Dhe në Janin? Po, vazhdonte lufta në Shkodër, vazhdonte. Po... A Janina kishte rënë? Jo, Janina rënë në Mars. 13. Pra vazhdonte rezistenca e këtyre organizonave. Tani ardhi divizionit Drindit, që edhe në Lezhë, domethënë Drindit kishte detyrë të mbështeste trupat serbe kundër trupat marazeze kundër Shkodrës. Tani ndihma e ushtrisë serbe për Shkodrën ishte një ndihmë me prapamendim. Ideja është kjo, që ta ndihmojmë ushtrinë marazeze ta pushtojë Shkodrën, por as Shkodra edhe teritoret e tjera, Tropoja, Kukës, që konferenca e Londrës vendosi për Shqipërinë dhe i kalonin Serbisë. Si puna e Janinës. Janina erdhi kufirin Sarandë. Po të binte Shkodra, ta merrte Malezi, ai do shkonte kufirin në rrugën e Matit. Kjo është ideja, se këtu kishte ide në Mbret Nikolla, deri në rrugën e Matit. Tani, hapi parë, pas hapi dytë ishte, do aneksojë Malezi. Edhe që bëri Serbia në vitin 1118, pasi mbari lufta e parë botërore, serbët organizuan një mbledhje në skupshtinën e Malezi, që e çfronsoi Mbret Nikollën nga Froni dhe bëri bashkimin me Serbinë dhe Malezi nga shteti i Bavarur u kthye në një bashkinë, në një krahinë të Serbisë. Dhe në Malezi ka vazhduar një luftë guerile për 10 vjet ndërmjet nacionalistëve marazes dhe ushtrisë serbe, dhe ushtria serbe është një historian marazes thotë bën krime të tmerrshme ndaj marazezeve që asnjë ushtues i si kishte bërë. Pra, do thënë ata në këtë mënyrë realizuan dhe dalin në det nëpërmjet Malezi, Ulqinit dhe Tivarit fillimisht. Mbasi u vendosën tu patë reagimet forte nga Austro-Hungaria. Austro-Hungaria u tregua
e tërhequr dhe shpjegova edhe pse. Mirë po, edhe Italia nuk mund të pranonte kurrë që Serbia dilte në drejt Adriatik, edhe Austro-Hungaria, se Austro-Hungaria dilte shumë mirë që mbas serbëve janë rusët. Do të thonë, po dorën serbët në Durrës, ka dalë Rusia. Ishte dalë Rusia, nuk i rrotën. Doli Rusia në Adriatik, po. Edhe atëherë Austro-Hungaria, do të thonë, i ngriti tonët dhe kërkoi që ushtria serbe të tërhiqej nga Shqipëria. Të hiqej nga Shqipëria. Sigurisht që ndërkohë, veprimi i popullatës shqiptare ishte një qëndrim pasiv, apo jo? ka qenë pasiv, shiko. Edhe për faktin se s'ishin të organizuar, serbët ishin një ushtri e rregullt. Po, Pavarësisht se cop, por gjithsesi kishin një hierarki komande. Nuk pati organizim, nuk është se ashtu, ka pasur kështu... Pejlerët nxituan që të njihnin pronat, nuk kishin hall që të mbronin... Po luftën kush e bën? Luftën e bën ai që ka para. Njerëz të thjeshtë ishin bukë të hanin të shkonin në luftat, ata s'kishin pushë, s'kishin municion. Dhe qartë. E dyta është që për në atë kohë u përhap një parull që kishte një bazë ajo që është e kot luftosh kundër ushtrisë serbe, edhe në Janin kështu thuash, dhe kundër ushtrisë greke. Pse? Se është konferenca e Londrës. Ajo do vendosi kufit e shqiptarët, të lufton kot, e kupton? Pse të luftosh ushtrisë serbe kur ajo do të riqet? Apo jo? Pse të luftosh ushtrisë greke kur ajo do të riqet? Më mirë rrim presim, rrim presim, po ama ushtria greke që rrethuar gjithë Janin. Po, ndërkohë të kanë marrë Janinën, të kanë marrë Kosovën, pa pret, edhe pret xhanam. Shqiptarëve i thoshin ata i thoshin shqiptarëve, ju mos merrni armët sepse kufit e Shqipërisë do të caktoj konferenca e Londrës, do luftoni kot. Prandaj kjo do të ndikonte edhe mungesa kryesore që mungesa organizimi s'kishte. Do të thënë, ai personi që kishte autoritet në Shqipërinë e Mesme, Esat Pashtoptani ishte në Shkodër. Ai mund të organizonte një rezistencë të organizuar, po ai u lidh me serbët, kështu që kur në vitin 1915 kur u tërheqi ushtria serbe komplet, u tërheqi në Shqipëri, u rrethua nga ushtria Austro-Hungare dhe Bullgare dhe Gjermane. Bëhet fjalë për luftën e dytë botërore, e parë botërore. Po, ishte Esat Pashtoptani që ndihmoi ata, dhe ata që ndihmoi domethënë dha urdhë forcave të tjera që mos i preknin ushtarët serb, dhe që nga Miloti dhe deri në Durrës, thënë nuk i preku njëri, dhe madje ndihmoi mbretin e Serbisë që Atëherë, që të krijojmë një ndarje, vim